Shaban Hoxha, doktor, pse deputetët tanë nuk e çojnë ligjin e gjinive në gjykatë kushtetuese, se për ne kjo është punë e rëndë për familjet. Pse merren me diellën e me gjëra të tjera e jo me këtë që është hall i madh? Shaban, ligji do t'u them shqiptarëve se është absolutisht ligji i një diktature, i konsolidimit një diktature të shëmtuar. Ky ligj, Shaban, nuk shkonfiguron vetëm familjen, që është gjëja më e rëndë që mund të ndodhë një personi dhe një kombi. Gjëja më e rëndë. Por ky ligj instalon censurën. Ky ligj një lloj si në diktaturën komuniste. Kërkon që i akuzuari të provoj se po akuzohet pa fakt dhe kot. Dhe jo ai që akuzon të paraqes faktet. Kjo është një lloj si në kohën e Partisë Punës, kur të akuzonin për armik dhe duhet provoje se si armik, që se provoje kur do se po të akuzonin mirë fund. Pra, ligjin sigurisht ne do e çojmë gjykatë kushtetuese, por ajo mos prisin ndonjë gjë. Gjykata kushtetuese është në kontroll, ka faktuar që është në kontroll në tërësi, jo në çdo akt. Ne do bëjmë gjithçka që ta zbërthejmë, ta qartësojmë para çdo qytetari këtë ligj. Dhe të kërkojmë referendum për abrogimin e tij.